Në moshën 12 vjeçare, një vajzë shqiptare nga Shkupi ndjen një thirrje që do ta ndryshonte botën. Emri i saj ishte Agnes Gonxhe Bojaxhiu, por bota do ta njohë si Nën Teresa. Në vitin 1948, ajo la manastirin për të jetuar mes të varfërve në rrugët e Kalkutës. Filloi vetëm, por brenda 2 vitesh themeloi misionarët e dashurisë. Nga 12 motra fillestare, misioni u rrit në 610 qendra në 123 vende. Ajo kujdesej për të sëmurët që shoqëria i kishte braktisur, duke hapur strehimore që shpëtuan mijëra jetë. Në 1979, fitoi çmimin Nobel për paqe, por asaj nuk i interesonte fama. Ajo thoshte: "Bëj gjëra të vogla me dashuri të madhe." Sot, organizata e saj ndihmon mbi 20 milion njerëz çdo vit. Nën Teresa ishte një dritë për ata më në nevojë, duke treguar se një zemër e madhe mund të ndryshojë jetën e njerëzve të varfër. Kujtimi i saj na mëson se dëmshuria, mirësia dhe shërbimi për të tjerët janë vlera që mbeten për te kohës. Le të përpiqemi të jetojmë me të njëjtin shpirt të sakrificës dhe dashurisë ndaj njerëzve.